Po kryo një lexime, do të thonë personi identiteti mashkull çfarë mendon për ju dhe identiteti femër çfarë mendon për personin mashkull dhe lidhja e tyre si do jetë, si do vazhdojë në mesin e tyre. Sa përket identitetit mashkull, çfarë mendon për ju femrat? Sa përket identitetit mashkull, për ju femrat mendon? Te dashuria tek ato, ka qenë si shans dhe ka qenë si fat për ato, e ka krijuar dashurinë, personi mashkull ka krijuar dashurinë të bukur, të manifestueshme, domethënë me shumë shpresë, me gjallëri dhe vazhdimësia tek ai, ai vetë është i mërzitur në të pjesë kohë, mendon që nuk ka zgjidhje, shikoj që mendon tradhti brenda vetes, ka një bindje në vetes sepse thotë që më kanë tradhtuar, nuk jam si dikur, ka diçka mes meje dhe mes personit femër që lëviz në vendime ose në mesazhe dhe janë të mërzitur personat meshkull në këtë kohë në lidhje tek dashuria. Sa përket meshkujt, mendon që të kenë udhëtimin do ta bëjnë shumë shpejt këtë udhëtimin dhe pavarësisht se kanë udhëtimin, por akoma e kanë ndjenjën në shpirt dhe në zemër, ju mendon gjatë gjithë kohës personi mashkull në dashuri dhe mendon të rikuperon lidhjen e tij. Sa përket personit mashkull, shikoj që ai ka një zgjidhje në vetvete dhe mendon me pozitivitet dhe me dashuri të plakt. Po, gjithsesi, është dhe ky mesazh tek ai sepse ai dyshon tek dashuria, dyshon tek identiteti femër, tek lidhja e tij. Ju sepse femra që keni përzgjedhur ka pasur një lidhje të dështuar më parë dhe ju keni frikë gjithmonë sepse të ndoset dhe krijoni në mendje që nuk do jetë e përkryer ose nuk do jetë, domethënë, mesazhi fort mes meje dhe saj, ka lëkundje. Kjo është mendimi i personit mashkull drejt femrave. Sa përket identitetit femër, shikoj që tek ajo ka një pyetje në vendime, shikoj që ka shumë fjalë, ka shumë, domethënë, hamendësime që mendon që ai nuk më do mua, nuk ka lidhje me mua dhe dyshon që mos ketë lidhje tjetër dhe ose mos ketë ndarje mes saj dhe mes tij, sepse është një pyetje. Pjesa e vendimit dhe pjesa e lidhjes është një pyetje tek ajo. Dhe në këtë kohë femrat kanë një mendje të errët dhe kanë një mendje të frikshme se mendojnë që çdo gjë tek ato është e shkëputur, po deri disi është pak e shkëputur, po do ketë në vazhdimsi të shohim se çfarë tjetër do jetë. Sa përket dashuria tek ato femrat, marrin mesazh nga i dashuri, nga personi mashkull, është person intuitiv dhe është person shumë i fortë, e krijon dashurinë e tij të bukur dhe është me elokuencë dashuria e tij, di ta menaxhoj mirë dashurinë dhe mendon që të ketë një të ardhmen në vazhdimsi. Lidhja e tyre do jetë e zgjatur dhe vendos në mendjen e tij që të jetë e pajshme lidhja dhe vendosur mirë. Në statikat e tij, personi mashkull mendon gjithmonë në hapa të qarta dhe të vendosura, po gjithsesi shikoj që sa përket femrat në familje ka një debat që nuk i gjen dot zgjidhjen, ndihen të lodhura, ndihen të mposhtura në familjet e tyre, janë të sfiduar, domethënë kanë pjesë dashurisë të ngelur dikur të përparshme që kanë qenë të hidhura dhe posëdon pak nga frika. Lidhja e tyre si do shkojë në vazhdimsi mes personit mashkull dhe personit femër. E shikoj që fjalët janë të bukura, fjalët janë me dhurata, janë me takime, janë me surpriza të pafund, shikoj udhëtime, shikoj që dashuria tek ato është e pastër në lidhjen mes të dyve. Po sa përket dhe identitetit femër dhe mashkull, e kanë zemrën e thyer dhe kanë frikë. Frika është e përbashkët tek ato, si do shkojë dhe po e mbajnë në kontroll në balancë dashurinë dhe fjalët. Sa përket personit identitetit mashkull, janë persona të fortë dhe ai dashurinë ka të qartë dhe të pastër. Po kujdes nga një telefonat ose nga një mesazh, sepse kjo telefonat dhe ky mesazh mund t'ju prishë marrëdhënien tuaj ose të shkojë drejt ndarjes. Kujdes, çfarë mesazhi do ketë mes jush. Takimet e kjo do jenë shumë të shpejta, takimet dhe mesazhet janë të forta dhe bindse në dashuri të zjarrt. Po kujdes sepse shikoj që bllokimet e kjo, mund të vijë në vazhdimsi nga persona të errët ose nga ziliqarët ose nga
shoqet që ju mund keni, sa për përket femrave, dhe shikoj shumë zilit të kjo, të dashuria ose të lidhja ose të marrëdhënia juaj, dhe personat që ju keni, domethënë keni has, keni përpara vetvetes, ose ju mund keni thënë diçka në lidhje me dashurinë tuaj, duan që ta përqen të lidhje, mos ketë sukses, mos ketë akses të kjo, dhe kujdes, sepse vendosin dorë e errët mes dashurisë tuaj.